I pari që fjallori politik, kur e ke botuar fjallorin? Ajo është sa ka fillu demokracia... Po, unë e kam të më vonshme, kam bezuar vonë, kam bezuar... është botuar ke Tojna Libri, ke Familj Toçi, edhe përmblodha aty. 99, po, atëre duhet e kam bezuar unë. Ajo është botuar... Dhe kjo, dhe fjallor humoristik për gazetarë. Ja, ky është. E para njërë kjo për politikanë, do t'i lexoj unë tani dhe, ja, do të thënë, ky është libri, një jetë falsë, me gabim ortografik, është false kjo. Në atë kohë ne ishim falso. Më vonë erdhi falso. Pluralizmi shqiptar, gishta të një dore. Parlamenti, sallë ku mblidhe njerëz me gojë dhe pa vesh. Deputetet tjetër. Recep Mejdani, presidenti 3 milion e gjysmë presidentëve. Do të presidenti presidentëve. E bukur kjo. Sali Berisha, udhëheqësi aktual i shtetit dhe opozitari i tij, i bën të dyja. I bënte të dyja në atë kohë, të gjitha i bënte. Tritan Sheu, e vetmja hije që ju shkëput trupit të vetë. Zev Bushati, aktor loja cilit nuk po pëlqejet nga kolegët e tij politik. E bukur fare kjo. E ke fjalën për të filmi Njeriu me top? Agushi? Agushi. Teodor Laço në kryetari i tretë i PD-s. Sabri Godo, veshi dhe syri i elektoratit, po fatkeqësisht pa vota. Fatmir Mediu tap valvulek që vështrohet me anë nga e majta dhe nga e djathta. Gamos Ruçi, ministri i brendshëm i selisë Partisë Socialiste. Gamos ashtu shikonin të gjithë. Pandeli Majko, i vetmi kryeminist që qesh me kompetencat e veta. Fatos Nano, njeriu që ka lindur për të rrëzuar sa herë që do ngjitet. Pascal Milo, ministri që gënjen botën për llogaritë të shtetit vet. Perikli Teta, ish ministri që më 4 shtator nuk i shkuan shtat, por ruajti mbiemrin 8. Ua, sa e bukur kjo. Ka ndruar jeti, Gjori, janë disa që nuk rrejnë atje. Po, i pa harruar qoftë sepse kishte disa cilësi që unë kam takuar një herë dhe bje kishin thënë këtë, qeshi me të madhe. Ish ministri që më 4 shtator nuk i shkuan shtat, por ruajti mbiemrin 8. Sa e bukur. Perikli Teta. Neritan Ceka, arkeolog që zbuloi se intriga politike është më e thellë se vetë eshtrat e politikanëve të vdekur. Bashkim Fino, ish kryeministri i qeverisë pajtimit të kontrabandës kombëtare. Safet Xhulali, imitues ushtarak i humoristit civil Agron Llakaj. Do Agron Llakaj ka imituar atë, jo ky atë. Arben Imami, regjizori i kushtetutës, në shfaqjen e cilës u mbush vetëm gjysma e sallës. Spartak Gjela, Pantonamisi më shquar në politikë. Shiko, të faleminderit që mi kujton këto për mua dhe për shikuesit, po për këto sa herë që i keti aty, 7 herë janë pushuar nga puna. 7, po jo, priti mbaroj një. Aleksandr Meksi, plaku që e ndjeu rinin e tij në fronin e kryeministrit. Leka Zogu, mbreti që kërkon të uzër vendin rivalëve të tij pa kuror. E bukur dhe kjo. Edi Rama, ministri që beson se burri matet me pëllëm dhe jo me zemër. Do flasim për Edi Rama, kur ka qenë ministre ke bërë këtë. Ministri i Kulturës. Po. Blendi Goxha, dhjetorisi që nuk pa asnjëherë pranverë. Se kuptoj. Gamos Pashko, gosh dhe pangulur e nanës. Namik Dokle, urtësi që rrjedh nga posti. Dritrova Golli, shkrimtari i opozitës dhe politikani i pozitës. Shkrimtari i opozitës, politikani i pozitës. Po sepse dritori ishte kritikues. Por ishte antari i Partisë Socialiste dhe deputet. Genc Ruli, xhaket me cop PD-je dhe astar PS-je. Dashamir Sheu, Koço Theollosi PD-s. O sa e bukur dhe kjo. Vili Minarolli, pistolet me ujë. Ysti Miloshi, i vetmi aktor pa maskë, i Partisë Komuniste. E bukur, e bukur. Luan, 7 herë je pushuar nga puna për këto? 7 herë. Ku? Jo vetëm për ato, sigurisht për të gjitha satirat. Po jo, po këtu, ku? Të cila gazetë? Në për televizione, në për ndërmarrje të tjera, se unë kam punuar edhe në televizione dhe në gazeta, po kam qenë edhe punëtor në artistike, në ndërmarrje të tjera. Por këtu për këtë, të cila gazetë pushuan? Jo, për atë jo. Jo, sepse ajo u botua dhe për fat kisha kryetar Sabri Godon. Ka mbrojt?